Këtu prapa meje në muret e hotelit Grand në kryeqytetin e Kosovës, për disa vite ka qëndruar një flamur i madh Ukrainas, i cili ishte vendosur pas pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia më 2022. Por kjo deklaratë e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Beograd ndikoi që flamuri të hiqej nga autoritetet e Prishtinës më 9 год. Мы поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право. Косово залишається незмінною, ми завжди це підкреслювали і політика України не змінилась. Так само ми вдячні партнерам за повагу до територіальної цілісності і суверенітету України, включно, безумовно, включно з приналежністю Криму. Po, është veprim shtu normal që ndodh, po ndoshta se konduft me qita të flamur, se qëndrimin e Ukrainës e kemi ditë edhe më herët, dhe vetëm se në Ukrainë ndoshta ka një pjesë shqiptare që 400-500 vjet, s'do më thonë që Ukraina na përka. Ai shumë keq foli edhe shumë mirë bën që hoqën dhe unë më bëte përshtypje. Sepse dija që nuk e kishte pranuar, pastaj çfarë lidhje ka me Ukrainën, në qoftë se ka pas luftë vërtet, apo si popull i vuajtur si çka që në Kosovë, apo që si pa lidhje ishte. Kur është vu flamuri, është me ndukje çështje. Ukraina atëherë s'na ka njoftë, apo domethënë edhe atëherë ka deklaru, unë nuk kisha hyrë kështu në emocion apo në një veprim caktuar. Unë e them edhe një herë, para se mu vendos, është duhet që ketë parasysh parimi i ndërqellshmërisë apo i reciprocitetit. Tash po një që e pas kanë një flamurin, nuk është mirë, këto do të me vënu çdo kush se në Ukrainë, do me thonë Ukraina janë të luftu edhe për fatin tonë, se nëse Rusia shpartallohet, kjo është interesi jonë, edhe interesi i gjithë kombit shqiptar. Kosova nuk priste që Zelensky të ofronte njohje në Beograd. Ajo që befasoi ishte mbështetja e tij e dukshme ndaj pretendimit të Serbisë mbi Kosovën. Zelensky bëri më shumë se sa thjesht të përsëriste qëndrimin e Ukrainës për mosnjohjen e Kosovës. Ai dukej se vendosi pavarësinë e Kosovës në të njëjtin kornizim konceptual me pushtimin e territoreve ukrainase nga Rusia. Ekzistojnë disa argumente kundër njohjes. I pari është se një vendim i tillë mund t'i jepte në një farë mënyre një argument Rusisë, e cila e mban të pushtuar në mënyrë të paligjshme Krimen dhe pjesë të rajoneve të tjera të Ukrainës. Argumenti i dytë është se me që Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës, edhe Ukraina duhet të mbështesë integritetin territorial të Serbisë. Argumenti i tretë lidhet me faktin se Serbia ushet municion vendeve të tjera, i cili më pas përfundon në Ukrainë dhe i nevojitet asaj.